në studio televizive, në televizionin shtetëror sërb. Tash, këte kam pasur argument edhe prandaj e kam bërë. Për ndryshe mos ta kisha pas këtë se kisha bërë të tjetrën. S'do ta kishe bërë një gjë të tillë. Po, sepse kjo tregon kur ka qenë ma vështirë, kur ka qenë ma larg rruga e njohjes Kosovës, edhe kur ka qenë ma rrezik, unë e kam bërë. Tani nuk ka pas ndonjë problem. Nuk po duket rrezik ta vendosje simbolin shtetëror Kosovës në ministrinë jashtë në Serbisë. Shiko, edhe ata që kanë qenë me mua në Beograd e dinë që unë të në kohën e kam pasur këto simbolin. A kishte gjyre miq shqiptar apo jo? Uno? A kishte gjyre miq shqiptar? Ja, nuk kam biseduar për çështje të tilla. Zot Spaju nuk po ndani asgjë nga ky takim. Jo, unë mund të them çfarë. Ka ngjallur reagime të shumta. Gjëra domethënë çfarë. Dhe interes të madh. Biseduar, por nuk është korrekte të flas për atë se çfarë. Sa ja vlen zot Spaju takosh me dikë që më njëherë pas sulmit në Bajnës, kur kujtojmë që ka mbetur i vdekur kur një rreshtar policie, ai ishte takuar me kryekriminalin terroristin Milorad Radojčić. Kujtohet ajo fotografia? A e keni pyetur se ku është ai dhe pse mbron shteti serb? Jo, sepse nuk domethënë kemi biseduar tema aq të ndjeshme. Nuk kemi biseduar tema aq të ndjeshme, domethënë se nuk ka qenë qëllimi me shku aty murre. As më përla. Po pse mos bisedosh Spaju? Me i parafru sendet. Tash, më nis nga ashtu, unë e para gjë që dash me thonë, dash pse ma keni vra agjen. Tim. Sepse i keni vra 12.000 njerëz. Po nuk shkohet për para me atë. Sepse neve po na intereson njohja e Serbisë. Edhe ne duhet me boq mos, me mor ato. Natyrisht na kishim pas shef që aty në vend të Serbisë me qenë deti, me shku mulla, me pasë na plazhën tonë, e mos me ekzistu Serbia hiç, po kjo gjeografia na ka denu ndryshe, që me pas shiun, me cilën e ndajmë kufinin më të madh, me cilën detyrohemi me i përmirësu marrëdhëniet, për ndryshe ngelim kështu shtet gjysmë i